E Ibrahimi a.s. kishte thyer ata zota dhe kur ata u kthyen nuk e pan Ibrahimi që i kishte thyer, nuk ishte se kishtin ndonjë kamerë në atë kohë të vëzhgonin se kush ka mundur të jetë në sallën e tyre që të bëj atë dëmtim. Mirë po Ibrahimi a.s. ishte i njohur në mesin e disa njerëzve që po bën të kësaj lloj thirrje. Dhe ata e thanë inna sami'na fatan yuqalu lahu Ibrahim. Ne kemi dëgjuar për një djalosh që po thuhet se ka emrin Ibrahim, ai mund ta ketë bërë këtë, sepse ati po i pengojnë gjërat e tilla. Ai është interesuar për këtë e për atë. Pra, hetuesia gjithmonë ka orientimin diku kur njerëzit e dyshuar, pra po flas për diçka të caktuar, pra po them për një krim, interesohen ata fillimisht për atë lloj krimi, afrohen me njerëzit, dëshirojnë që kinse po e blejnë, kinse po duan t'i dinë karakteristikat e atij gjësendi që ata në fakt e kanë niyetin ta vjedhin nesër. Thjesht pra Ibrahimi a.s. kësaj ishte hetuar nga të tjerë që po synonte një besim të ri dhe po i pengonte që ata po besonin dhe adhuronin Zota. E Ibrahimi a.s. në atë rast kur u ftua dhe e pyetën se a është mundshme që ti kishe thyer këta zota, ai as nuk ju tha po, as jo tha po, pyetni këtë të madhin. Në fakt atë mjetin me cilin kishte thyer ai e kishte varë në, po e them, qafën e gurit që ishte konsideruar Zoti më i madh i tyre. Tha pyetni këtë të madhin. E kjo ishte taktika e Ibrahimit a.s. Që ata ta vendosin gishtin në kokë dhe të thonin se e qysh ta pyesim ne këtë që nuk flet, nuk dëgjon. Ai thot e qysh i luteni pra atij që nuk flet, nuk dëgjon. Pra dëshiron të ketë një matje shumë reale të logjikës. Me logjikën tuaj që ju më thoni se si mund ta pyesim se kush ka hyrë këtu dhe kush i ka demoluar këta zotë të tjerë, një guri. Pra kjo pyetje e jote që duket total e pa logjikshme, ai thot po kjo mos logjik ekziston në atë që është më interesante. Ju kur i luteni dikujt, i luteni për t'ju dëgjuar apo për të mos ju dëgjuar? Ud'uni astajib lakum, Allahu thot lutuni mua, unë ju përgjigjem ju. A e kemi ne dert çështjen e lutjes se apo mrrinte Zoti apo jo? Ne sa shumë mundohemi që të gjejmë një njeri të lutet për ne. Ne jo rastësisht shpesh i themi hoxhës lutu për ne, ose e thirrmi atë që të bëjnë ndonjë ceremoni lutje për të afërmin ton, për të vdekurin ton. Mendojmë se ai e di gjuhën e Zotit më mirë se ne. Dhe vazhdimisht njerëzit kanë pasur dilema, a na dëgjon a thua Zoti. Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, kur të pyesin ty o Muhammed njerëzit ose robërit e mi për mua, tregoj se unë jam afër, tregoj se unë i dëgjoj ata. Ujibu da'wat ad-da'i idha da'an, unë jam në gjendje të përgjigjem lutjes së lutësit kur më lutet.